Ecuria e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian po shihet me optimizëm nga aktorët ndërkombëtar. Në një konferencë për mediat nga Tirana, raportuesi i Shqipërisë në Parlamentin Evropian Andreas Schieder u shpreh se në nëntor pritet të hapet zyrtarisht kapitulli i fundit, ndërsa mbyllja e tyre do të nisë vitin e ardhshëm. Nga ana teknike, ka mundësi që në nëntor të hapet kapitulli i fundit, që do të thotë Shqipëria të ketë hapur dhe të jetë duke negociuar të gjithë kapitujt dhe në 2026 të jetë viti ku kapitujt të mbyllen njëri pas tjetrit. Ky është një proces shumë strikt. Ne shohim nëse janë përmbushur kushtet. Me sandoqja, kam besim që vitin e ardhshëm shumica e kapitujve do të mbyllen, që do të thotë në 2027 të kemi mundësinë që të gjithë kapitujt të mbyllen. Eurodeputeti nuk harroi të komentonte edhe punën e drejtësisë, duke i dhënë nota pozitive institucionit të SPAK. Megjithatë, nuk harroi të vinte përpara përgjegjësisë dhe aktorët politik. SPAK është komplet i pavarur, më i pavarur se institucionet e tjera të ngjashme në vendet e BE. Ka një nivel të lartë pavarësie. Kjo shkakton shumë diskutime. Kam dëgjuar kritika nga disa nënhetim nga SPAK që e kritikojnë, që thonë se duhet të hetojmë më shumë nga palët e tjera, partitë e tjera. Për ne si politikan nuk është puna të gjykosh çështjet. Prandaj kemi ekspert, prokuror e gjyqtar. Duhet u alem atyre të bëjnë punën. Zgjedhjet e 11 maj Schieder i cilësoi të mirë organizuara. Megjithatë apeloi që partitë të zbatojnë rekomandimet e OSBE-ODIHR dhe të mos transformojnë atë çka është shkruar në letër. Sinqerisht, kur shoh zgjedhjet e fundit në Shqipëri, nëse janë lokale apo parlamentare, janë të njëjtët njerëz që thonë të njëjtat gjëra për çfarë do lloj zgjedhjesh. Ka një lloj tendence në politikën shqiptare që t'i bëjnë gjërat më dramatike se ç'duhet. Disa përdorin fjalë për zgjedhjet që nuk i shikon fare në raport. Kam parasysh ata që i bëjnë më dramatike se ç'duhet. Dhe ju them, shikoni dhe lexoni raportin me kujdes. Më herët opozita dhe mazhoranca kanë pasur qëndrime të kundërta sa i përket raportit të OSBE-ODIHR, ku të majtët e cilësuan pozitive, ndërsa të djathtët e quajtën raportin më negativ që Shqipëria ka marrë sa i përket zgjedhjeve.